Gazetari Blendi Fevziu vjen sonte në prive me një rrëfim ekskluziv sa i përket gazetarisë, shkrimeve të tij, udhëtimeve dhe familjeve. E ndjekim bashkë materialin e radhës të përgatitur nga kolega Maki Bajrami. Ka studiuar gjuhën dhe letërsinë shqipe. E krahas kësaj, Blendi Fevziu e gjet veten mjaft mirë edhe në gazetari. Moderatori më i njohur jo vetëm në Shqipëri, është shembull i një gazetari i cili nuk kishte model, por që me idetë e tij dhe pasionin për të shkruar, ndërtoi një imazh gazetaresk që sot shërben si shembull për të gjithë ata që synojnë punën në media. Jo, nuk kam pasur model. Për patën tonë të keq, Shqipëria që një vend komunist dhe pjesa më e madhe e gazetarëve ose gazetaria nuk kishte konceptin që kemi ne sot për gazetarin. Gazetaria ishte një lloj propagande, llogarit gazetat, gazetarët bënin një shkrim në 2-3 javë, nga njëherë një muaj, pra nuk kishte lidhje me lajmin. Ky është një model i ri gazetarie që ne kemi mësuar duke ecur. Ndoshta ky ka qenë dhe një nga defektet, domethënë një pjesë e madhe të defekteve që ne reflektojmë sot vijnë për arsye të mungesës një modeli. Gjithkush që ka një model tenton ta përmirësojë atë, pra tenton të jetë më i mirë se modeli i tij, pavarësisht nëse ja del apo jo. Kurse ne kemi ecur pa model, kemi ecur pak si ai personi që i ikin dritat dhe vazhdon të ecë në rrugë me hamendje për të mos u përplasur me pemët apo me shtyllët e rrugëve. Karrierën prej gazetari e filloi me shkrime në gazetën Studenti në universitet. Më pas kaloi nëpër media të shkruara si kryeredaktor e në disa edhe drejtor. Derisa tash 20 vite, është pjesë e pandashme e televizionit me emisionin politik shumë të shikuar, Opinion, përmes të cilit ka zhvilluar debate dhe intervista me personat më me ndikim në vend, në kohra, rrethana dhe mbi ngjarje të ndryshme. Që për kohën konsideroheshin provokuese. Ka pasur gjithashtu shumë diskutime që pasioni shkryesor, një ditën që pasioni do më zbehet, do e kenë vështirë të them se do vazhdoj dot më emisionin. Domethënë, në momentin që zbehet, gjithçka ikët. E dyta dhe kryesorja është pastaj modeli i tij, modeli i temës ditës. Tema ditës nuk rresh kurrë. Ngjarja nuk rresh kurrë, njerëzit janë gjithmonë kuriozë mësojnë çfarë ka ndodhur, çfarë fshihet përtej asaj që thjesht shohim, kështu që në një farë mënyrë ti je në, si thua, në ritëm me kërkesën e njerëzve. Por puna e Blendit nuk ndiqet vetëm në televizion. Botimet e tij janë një tjetër formë komunikimi me të gjithë ata të cilët duan të njihen me biografi, histori e rrëfime të ndryshme të shkruara nga ai. Do më pëlqente shumë të shkruaja reflektime, që janë gjysmë ese, gjysmë rrëfime, gjysmë reportazhe. Po e kam gjetur shumë pak të mundësi për të shkruar këtë lloj shkrimi. Ky është një shkrim, ky është një lloj zhanri që më shumë konsumohet brenda ditës sa mbetet në një libër, kështu i kam qenë fokusuar në librat biografik ose në librat historik. Natyrisht kam shkruar edhe letërsi, kam 2-3 libra letërsi, po letërsia ka qenë më modeste në raport me librat e tjerë. E gazetari i suksesshëm shqiptar, karshi angazhimeve në punë dhe profesion, gjithmonë krijon hapësirë edhe për pasionet e tij të shumta, në të cilat bën pjesë edhe leximi. Lexoj të gjitha zhanret, po letërsia ka ardhur duke u bjerrur, domethënë letërsia ka ardhur duke u reduktuar, duke lënë më shumë librin vend librave historik, librave politik, librave filozofik. Në fakt, shumë vite përpara, kur isha student, e pata lexuar tek një intervistë një shkrimtari shqiptar, i cili tani është moshë të thyer, i cili që thoshte, ai duhet ishte në atë kohë diku rreth të 40-ave, 45-ave, që tani lexoj më pak letërsi dhe më shumë filozofi. Dhe kur lexova atë thash, o Zot, po ky si mund ta thotë këtë gjë? Si mund të lexoj më pak? Shumë herë më kthehet kjo thënie e tij kur e shoh veten që kap libra ose shkoj në librari dhe ble libra që lidhen me këtë gjë, ose kur kërkoj në Amazon të blej gjithmonë libra që nuk kanë lidhje drejt për drejt me letërsinë ose nuk janë fiction. Por një tjetër pasion që padyshim i dominon të gjitha janë udhëtimet. Blendi Fevziu cilësohet të jetë njëri ndër figurat publike që ka vizituar më së shumti vende në botë, të cilat gjithsesi janë përcjell me kujtime të bukura. Pasioni për udhëtimet dhe vendet e veçanta është i jashtëzakonshëm. Shpenzoj kohë tëra për të zbuluar destinacione interesante, vendet se si mund të shkohet atje, hotelet se ku mund të rrihet, itineraret që mund të bëhen brenda këtyre vendeve. Më zën goxha kohë dhe këto, në ditët e pushimit qëllon që merrem. Sot mund të pyesni për vende interesante të botës dhe unë t'ju flas me detaje edhe pse s'kam udhëtuar atje. Pra vetëm për mënyrën se si i jam përqasur atyre. Nëse sot do më thuash të udhtoj në një nga qytetet europiane,
do më duket një gjë e zakonshme. Okej, do isha interesuar, por do më duket një gjë e zakonshme. Ndërkohë që udhëtimet në vende që për shumicën e njerëzve janë akoma të rrezikshme, janë akoma problematike, nuk përbëjnë akoma të destinacionin turistik të certifikuar, për mua janë padyshim vendet më interesante. Ti mund të udhëtosh sot në qytete shumë që duken shumë të rrezikshme të Afrikës dhe të gjesh një mikpritje që nuk e gjen asnjë prej vendeve europiane. Ti mund të shkosh në vende që konsiderohen të humbura të Azisë in the middle of nowhere dhe në fakt mund të zbulosh gjëra fantastike. Shpeshherë këto lloj udhëtimesh t'japin një adrenalinë dhe padyshim një informacion që ti nuk e merr dot kurrë, as përmes librave, as përmes televizionit, as përmes mjeteve tjera të komunikimit masiv. Po kaq interesante janë vendet që vuajnë nga lëvizje ose nga situata. Por pavarësisht eksperiencave të ndryshme në vende në përbot, momentet më të lumtura të jetës së tij, Blendi i kalon me familjen. Edhe pse ka fare pak kohë të lirë, kur janë në pyetje vajzat, ai e menaxhon ditën me shumë kujdes. Vajza vogël është akoma shumë e vogël, është vetëm 1 vjeç e gjysmë. Është akoma në atë fazën që thot fjalë të veçanta dhe më ndjek mua mbrapa. Impresionohet nga bota e kafshëve që shef rreth rrotull kodrave ku banojmë ne. Dhe na impresionojnë akoma lopët, delet, ka filluar të thot emrat e tyre. Për të bota tani është vetëm diçka e gëzuar dhe 2 prindër që nuk i ndahen gjithë ditën. Kështu që shpenzoj shumë tepër kohë me gocën e vogël, për hir të vërtetës në raport me vajzën e madhe. E takoj çdo ditë dhe i kushtoj kohë çdo ditë. Kurse me vajzën e madhe kam zbuluar në 2 vitet e fundit udhëtimet e gjata. Kemi udhëtuar në destinacione shumë të larta, ku kemi kaluar 1 javë, 10 ditë, sidomos në pushimet e verës, kemi qenë në Amerikën e Veriut, në Amerikën Qendrore, në zonën e Karaibeve, kemi udhëtuar poshtë në jug të Afrikës për disa udhëtime, kemi qenë në zonat e Azisë, pra kemi udhëtuar vetëm të 2 dhe befas kjo ka vendosur një komunikim që ishte pak a shumë i munguar edhe për arsye se ime shoqja ka qenë më prezente në jetën e saj se sa kam qenë unë. I pyetur nga prive nëse është në planet e afërta që familjes Fevziu të shtohet ndonjë antar i ri, Blendi pati këtë përgjigje. Nuk e di, çdo fëmijë është gjithmonë i mirëseardhur. Unë them që nuk ka bekim më të madh për një shtëpi, për një familje se sa fëmia. Dhe praktikisht kurdo që një familje shtohet në një fëmijë, kushdo familje të jetë, ndjen një lloj kënaqësie edhe për miqtë mi kur më thonë që janë. Kështu që çdo herë që një fëmijë mund një familje është gjithmonë i mirëpritur. Një pjesë të kohës gazetari i Opinion ja dedikon edhe bashkëshortës. Ai dhe Inesi janë bashkë tash 19 vite dhe konsiderohen të jenë një çift i fortë dhe i pathyeshëm. Po raportin çift nuk është i lehtë për askënd, jo vetëm për figurat publike. Duket sikur figurat publike janë më të evidentuara përballë mediave ose përballë opinionit, po për të gjithë është e vështirë. Po për mua nuk ka pasur ndonjë problem thelbësor ky raport. Por absolutisht çdo fundjavë pothuajse jemi bashkë edhe kur udhtojmë, po edhe në dreka darka jam gjithmonë me të. Do të thënë rrallë mund të më gjesh ulem darka me shok ose me burra vetëm, gjithmonë jam i shoqëruar. Përveç familjes, Blendi Fevziu ka edhe miq të shumt. E ditët të cilat i ka në dispozicion t'i takoj ata, konsideron të jenë ato gjatë vikendit. Tani më pëlqen shumë që të shtunave dhe dielave, sidomos paradite, të mos lëviz nga shtëpia, domethënë të rri në shtëpi, të ftoj miq, të ulem të bisedoj me ta, të pi diçka me njerëz. Zoni shtëpia ime nuk është kurrë bosh. Domethënë është plot premteve në darkë, është plot shtunave në darkë, është plot të dielave paradite. Kur nuk qëllon që të dal në një restorant për darkë, jam gjithmonë me miq në shtëpi. Në pika të shkurtra, por nga shumë këndvështrime. Ky është një profil i gazetarit Blendi Fevziu, i cili vazhdon të jetë i veçantë dhe shumë profesional në fushat ku ai vepron, i afërt me miqt dhe i ndjeshëm për familjen e tij.